Përshëndetje, rrëmbimi im në qendër të Fierit dje, me urdhër dhe miratim të disa banditëve që nuk i lidh asgjë me këtë qytet, krahin, historin, vlerat dhe legacinë e saj, është vetëm një nga shfaqjet e fundit prej burracaku të Edi Ramës dhe sistemit që ai është munduar të krijojë gjatë këtyre 12 viteve. Dje, bashkë me disa të rinj, po shpërndanin fletpalosje në qendër qytetit. Ndërkohë, vendosëm një stend të çmontueshme, të cilën do ta hiqnim nga aty për pak orë. Këtë e bëjnë edhe kandidatët e partive të tjera, çdo darkë, natë shesh, dhe askush nuk i ka penguar dhe nuk duhet i pengoj. Problemin e kanë me Partinë Demokratike dhe me mua si përfaqësues i saj. Pjesën tjetër media e ka bërë publike. Armando Subashi ti je vetëm për disa të pacip që i ke futur vetë në punë në bashki, me të dhëna karakteriale si ata që morën stendën time elektorale dje, sepse për qytetarët e Fierit ti je Mane Bimbashi, je pushtues. Me ardhjen e Belindës në Fier, qytetarët mësuan edhe një gjë tjetër për ty, mungesën e minimumit të dinjitetit dhe respektit që çdo njeri normal duhet ta ketë për veten. Bimbash, ti nuk je kryetar i Bashkisë së Fierit, pasi Bashkia e Fierit ka aksioner disa kriminal ordiner dhe delikuent me emër në këtë qytet. Ata janë ata që e kanë qarë dhe sponsorizuar rrugën tënde në politik dhe ti je i kapur Bimbash, je i tredhur. Këta kriminal ty të marrin peng, sa herë kanë një llokon për të ndarë në bashki dhe kur ti, si një pabes kongenital, tenton të dredhësh bishtin, ata të telefonojnë, ti zbret poshtë pallatit, ata të marrin dhe të çojnë në seman, të bëjnë ato që të bëjnë dhe të sjellin aty ku të morën. Më pas, ti të shfaqesh në Fier me kapele për të fshehur shenjat dhe thua që kjo ndodhi në kuadër të javës së modës. E njëjta gjë ndodh edhe me vllajin tënd, emigrant në Itali. Me atë janë sigurisht më tradicional dhe më pak të kujdesshëm. Bimbash, jep dorëheqjen, edhe pse është vonë. Ky qytet dhe kjo krahin ka njerëz më të aftë, me më shumë këllqe, me më shumë dinjitet dhe që duan myzeqen. Jo si ti që të është dashur kjo krahin. Dëmi që ti dhe banda e rilindjes i keni bërë Fierit është e paimagjinueshme. Antoneta Dhima, përveç se është personazhi më qesharak, do të mbahet mend edhe si njeriu më i pa shpirt dhe katil në historinë politike të qarkut Fierit. Kjo e paudh e nisi karrierën si mbushse topi në ushtri, e vazhdoi si mbushse xhepash në shëndetësi dhe po e mbyll me turp dhe e refuzuar nga cepi në cep si mbushse thasësh në këtë qeveri. Fillimisht ajo u njoh si drejtoresh e Spitalit të Fierit, ku përveç kaosit që shkaktoi në institucion, ajo merrte hapur 5.000 euro për një vend pune. Ky është 2 herë krim. Një herë se është në kundërshtim me ligjin dhe logjikën demokratike dhe e dyta, rrezikon që spitali të mbushet me të paaft që kanë në dorë jetën e qytetarëve të Fierit. Më pas, ajo u emërua deputete, pasi Bimbashin e emëroi krimi i organizuar në krye të bashkisë. Në 10 vitet e saj në parlament, ajo ka qenë inekzistente. E mbani mend të ketë thënë ndonjëherë diçka që ja vlen të mbahet mend? Absolutisht jo. Përveç kësaj, ajo nuk i ka dashur e as mbështetur kurrë socialistët e Fierit. Dhe unë e sfidoj, nëse ajo mendon të kundërtën, të shkojë në parti dhe ta mas këtë me vot. Sepse nëse PS së Fierit i jepet mundësia të vendos me vot përfaqësuesit e saj, duhet jeni të sigurt që këta batakçinj, shakaxhinj dhe personazhe me principe morale tepër të diskutueshme, socialistët e ndershëm të Fierit nuk do t'ju besonin as pozicionin e rojes së parkingut të godinës së Partisë Socialiste. Po sigurisht, ndonjë përjashtim të vogël edhe ka. Antoneta, përveç të tjerave, është edhe një lojtare shumë e pisët. Ajo shkon menjëherë pas meje në çdo shtëpi që shkoj unë dhe bën po të njëjtat premtime që nuk i ka mbajtur për 10 vjet. Ajo shkon kudo unë denoncoj diçka dhe premton që do ta bëj dhe kërcënon, shantazhon dhe tenton të josh këdo që kontaktoj apo bashkëpunoj unë.
Ajo i ka marrë votat me pako me ushqime, me miell, me oriz, me vaj, me makarona dhe kështu me radhë. Dhe këto i blen me parat që ju ka vjedhur po këtyre qytetarëve për 12 vite. Ajo i ka marrë votat duke riparuar qati, suvatuar shtëpi apo ndrequr avlli. Antoneta i ka marrë votat duke mbajtur me shpresë njerëz se do t'i fus në punë, dhe në fund ose nuk i ka futur, ose i ka futur dhe ju ka marrë 5.000 euro. Ajo i ka marrë votat sepse kërcenon që do t'ju heq kempin apo që do t'ju jap kempin që ju takon personave me aftësitë kufizuara nëse votojnë për atë. E pa shpirt dhe pa turp, sepse ajo shkon nga rruga e pashtruar, kanali i papastruar, në një lagje që ka nikur të gjithë për t'i kërkuar votën për herë të katërt një invalidi të moshuar, të cilit i ka përzën fëmijët nga ky vend dhe që i ka hequr kempin. S'ka më nevojë për fjalë këtu. Pas Cenoklosit, Belinda Balluku është stonatura më e madhe në Fier në këto zgjedhje. Ajo është e bindur se do të arrijë të vejë në rresht për një gjithë Partinë Socialiste të Fierit që të votojë disa personazhe që, ashtu si Cenon, në Fier i njeh dhe i do vetëm ajo, që fatmirësisht nuk është nga Fieri. Belinda, në Fier ti je dukshëm inferiore, sepse fieraket janë 1.000 hapa para. Para disa ditësh, unë bëra një postim në rrjetet e mia sociale, ku kontrastoja gjendjen reale me gjendjen sipas teje të Alpetrolit. Ti më lëshove një batare zarbahanësh, të cilve ua ke bler mendimin dhe dinjitetin, për të më sulmuar në rrjetet e mia sociale. Ti, Belinda, ke urdhëruar që të hiqet me çdo kusht stenda e kandidatit për deputet të Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Fatjon Semanjaku, nga sheshi qendror i qytetit. Ndoshta ti nuk e di se arroganca e pushtetit dhe ata që mban afër dhe që duan shumë nuk ta thon. Unë jam Fatjon Semanjaku. Unë jam Semanjaku. Dhe në këtë krahin ku ti je e re dhe drejton politikisht, myzeqe, ne jetojmë prej disa mijëra vitesh dhe sigurisht do të vazhdojmë edhe për disa mijëra vite të tjerë. Këtu kemi një histori, një trashëgimni që është e njohur. Pra, pa të lodhur shumë, po përpiqem të shpjegoj që rasti im nuk është rasti një punojësi bashkie apo kryetari bashkie që ti mund të bësh ç'të duash. Ti gjen kurajo dhe vjen sot, bashkë me delikuentin, hajdutin dhe banditin e radhës në kryet policisë së Fierit, për të më hequr mua mundësinë të komunikoj me qytetarët dhe me njerëzit e mi. Mua, që kjo krahin më dhimbset sa shpirti im e di, dhe që për të kam braktisur gjithçka që kisha ndërtuar në Amerikë për 13 vite dhe erdha t'i gjendem pranë dhe t'i jap kontributin tim modest që ta shpëtoj nga ty dhe nga shefi yt bandit. Të jesh e bindur që nuk i bëre mirë llogarit këtë herë. Belinda, unë jam qytetar myzeqar dhe kjo është krenaria ime e parë, por njëkohësisht jam edhe qytetar amerikan dhe kam detyrimin që këto incidente ti raportoj në institucionet përkatëse amerikane. Dhe po të paralajmëroj, me që nuk njiheshim, herën tjetër që guxon të lëshosh sërish në një nga ata që ja ke bler dinjitetin të më sulmoj mua, unë do të merrem vetëm me ty, drejt për drejt, do të merrem in persona me Belinda Çlirim Beqir Ballukun. Ditëve në vazhdim do të kemi zhvillime. Asgjë nuk mbaron këtu. Shihemi në punë.